30 mars. Nëse ai thret, ai mban, i cili edhe do t'ju vërtetoj deri në fund, që të jeni të pashërtueshëm në ditën e Zotit tonë Jezu Krisht. Besnik është Perëndia nga i cili u thirrët në bashkësinë e birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë. E pare Korintasve 1:8-9. Ku po mbështetesh për të siguruar se besimi yt do të zgjasë deri në ardhjen e Jezusit? Pyetja nuk është a beson në sigurinë e përjetshme. Pyetja është si mbahemi të sigurt. A qëndron përfundimisht këmbgulja e besimit ton në besueshmërinë e vendosmërisë tonë? Apo qëndron përfundimisht në punën e Perëndisë për të na mbajtur në besim? Shkrimi mbart një të vërtet të madhe e të mrekullueshme, që Perëndia është besnik dhe do t'i mbajë përgjithmonë ata që ai ka thirrur. Kemi bindjen se jemi përjetësisht të sigurt, sepse Perëndia do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të na mbajtur në besim. Siguria e përjetësisë është po aq e madhe sa siguria që Perëndia do të na mbajë tani në besim. Kjo siguri është vërtet e madhe për të gjithë ata që Perëndia i ka thirrur. Ka të paktën 3 pasazhe që sjellin bashkë thirrjen e Perëndisë dhe ruajtjen nga Perëndia. I pari, i cili edhe do t'ju vërtetoj, ruaj, deri në fund, që të jeni të paqortueshëm në ditën e Zotit tonë Jezu Krisht. Besnik është Perëndia nga i cili u thirrët në bashkësinë e birit të tij, Jezu Krishtit, Zotit tonë. E pare Korintasve 1:8-9. I dyti, por ai vetë, Perëndia i paqes, ju shenjtëroft tërësisht, dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të met për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Besnik është ai që ju thret, i cili edhe do ta bëj. E pare Thesalonikasve 5:23-24. I treti, Juda, shërbëtori i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrurve, që u shenjtërua në Perëndin atë dhe të mbajtur në Jezu Krishtin. U shtoft mëshirë juve, paqe dhe dashuri. Juda 1:1 dhe 2. Shih të njëjtin realitet te Romakëve 8:30, Filipianëve 1:6, e pare Pjetrit 1:5 dhe Juda 24. Besnikëria e Perëndisë premton se ai do t'i mbajë përgjithmonë të sigurt të gjithë ata që ai i ka thirrur.